Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut shpreu rezervat e tij për propozimin mbi zgjedhjen e qeverisë me shumicë të cilësuar nga radhët e komuniteteve jo shumicë. Në intervistë televizive Mexhiti kërkoi që për këtë propozim të flasin ekspertët. Mund të bisedohet si ide, por nuk jam i bindur që është më e mira. Për shkak se qeveria e Badinterit me parim badintere, pra nuk kupton faktorizim të shqiptarëve, nuk kupton faktorizim të jo maqedonasve, dhe ne kemi pas kështu situatën kaluarën ku deputet të ndryshëm herë deklaroheshin Maqedonas, herë deklaroheshin vëllë, herë të një komuniteti, herë të komuniteti tjetër, pra duhet mendohet pak më mirë. Në lidhje me takimin Mickovski Ahmeti, Mexhiti tha se BDI nuk është faktori që mund të përcaktoj situatën politike në vend. Ai shtoi se Ali Ahmeti ka probleme me antarësinë e tij dhe për këtë kërkon takime kok më kok, zgjedhjet parakohshme dhe momente të jashtëzakonshme. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Eksporton është platforma më e re takimit mes qeverisë dhe biznesit eksportues. Në paraqitjen e saj, kryeministri Edi Rama kërkoi nga eksportuesit përshtatjen me standardet e Bashkimit Evropian dhe premtoi mbështetje direkte me dhënien e certifikatave ndërkombëtare. Rama foli për rëndësinë e agropërpunimit si një hallkë e rëndësishme për sektorin e bujqësisë, ndërsa nxori në pas si problematik barierat e logjistikës dhe procedurave të eksportimit me qëllim uljen e kostove të transportit. Agropërpunimi është diçka që kemi vendosur në kryet ose më saktë në prioritetet e listës sonë të punëve dhe sa më shumë të tërheqim nga kanali i eksporteve lëndën e parë dhe sa më shumë të fusim në kanalin e eksporteve lëndë të parë të përpunuar në vend, aq më shumë do të mbajmë vlerë të shtuar brenda kufive tanë. Platforma Eksporton pritet si matës i punës e përditshme të eksportuesve duke nxjerrë çdo fundviti një raport ku do të pasqyrohen volumet eksportuese. Kjo do të vijë qeverisë të ndihmë për të adresuar nevojat si dhe vetë biznesmenët për të kuptuar lëvizjen e eksportit. Peshën më të madhe e kanë produktet Made in Albania që janë pasaporta për rrugën drejt integrimit të Bashkimit Evropian. Ndryshimi në kabineti qeveritar të drejtuar nga kryeministri Edi Rama lirohet nga detyra Gent Gazheli, drejtori i përgjithshëm i doganave dhe merr detyrën e zëvendës ministrit të mjedisit. Ndërkaq në vendin e tij, Besmir Beja është emëruar drejtori i përgjithshëm i doganave. Merët Beja mbajti detyrën e sekretarit përgjithshëm të Ministrisë Financave. Në vend të tij është emëruar ish nënkryetari i Bashkisë së Tiranës Gentian Keri. Gjykata kushtetuese e Kosovës rrëzon zgjedhjen e Nenad Rashicit si nënkryetari i kuvendit nga radhët e komunitetit serb. Në argumentimin e saj e vlerëson vendimin si në mospërputhje me Kushtetutën e Republikës. Nga 7 gjyqtar, 5 e kanë konsideruar të palishëm emërimin e Rashicit si numri 2 i kuvendit të Kosovës. Me 16 tetor të vitit kaluar, lista serbe ju drejtua gjykatës kushtetuese me ankesë lidhur me zgjedhjen e nënkryetarit të kuvendit nga radhët e komunitetit serb, duke pretenduar se janë shkelur kushtetuta, rregulloria e punës së kuvendit, si dhe një akt gjykim i mëparshëm i gjykatës kushtetuese. Kryetari i kuvendit të Kosovës Dimal Basha e komentoi me gabime thelbësore dhe në mospërputhje me Kushtetutën vendimin e gjykatës për palishmërinë e zgjedhjes së Nenad Rashicit si nënkryetari i kuvendit. Sipas Bashës, gjykata kushtetuese nuk ka mandat për të dhënë interpretime rregullore së kuvendit. Ai deklaron se të gjitha pretendimet në njoftimin e gjykatës kushtetuese janë të pabaza dhe vendimi i kuvendit të Republikës Kosovës për zgjedhjen e deputetit Rashic në pozitën e nënkryetarit të kuvendit ka qenë në harmoni të plotë me rregulloren e kuvendit dhe Kushtetutën e Republikës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.